Ka ndërruar jetë artistja e madhe e skenës muzikore shqiptare Vaçe Zela. Familjarët e Zelës njoftuan publikun se ikona e muzikës shqiptare ndërroi jetë mbrëm në Basel të Zvicrës, ku jetonte prej vitesh me familjen. Gjithë jeta publike, kulturore e politike ka shprehur ngushëllime për ndarjen nga jeta të kësaj ikone. Në Parlamentin e Shqipërisë është mbajtur edhe 1 minutë heshtje. Në një kohë e vend tjetër, Vaçja do t'ishte ylli ndezur në qiellin e botës, iku duke lënë për jetë ndezur yllin e vet në qiellin e Shqipërisë. Me pikëllim mora lajmin për ndarjen nga jeta të këngëtares dhe artistes së shquar Vaçe Zela. Ajo ka qenë dhe mbetet ikonë e muzikës së lehtë dhe asaj popullore, një zë origjinal i papërsëritshëm dhe unik në muzikën shqiptare. Zëni mrekullueshëm dhe këngët e saj për atë dheun janë perla të përhershme të trashëgimit son muzikore, ngushëllime familjes dhe dashamirëve të shumtë. Vaçe Zela lindi në Lushnjë në vitin 1939 dhe më 7 prill të këtij viti do të mbushte 75 vjeç. Vaçe Zela e pasuroi skenën shqiptare me një zë të jashtëzakonshëm për më shumë se 40 vjet, duke krijuar mitin e saj të pavdekshmërisë, duke u dëgjuar plot mall në çdo shtëpi shqiptare. Ky simbol i muzikës shqiptare është përfshirë në librin e 500 personaliteteve me më shumë influencë në botë, e vetmja shqiptare që mori këtë çmim nga Instituti i Biografive në Amerikë. Ajo u nderua me çmimin Artiste e merituar në vitin 1973, Artiste e popullit në vitin 1977, mjeshtre e madhe e punës dhe qytetare nderi e Lushnjës, për të arritur deri tek çmimi më i lartë, nderi i kombit, që e bëri atë gruan e parë shqiptare të nderuar me këtë çmim sa ishte gjallë. Kjo artiste e papërsëritshme u largua nga skena në vitin 1992, por sidoqoftë mbeti një ndër zërat e preferuar të historisë shqiptare, për shumë e shumë breza. Në vitet e zymta të diktaturës, këngët e Vaçe Zelës ishin e vetmja dritë. Në gojën e çdo shqiptari, Vaçe Zela perifrazohet si lisi pylli të lirisë. Me dëshirën e saj, artistja e madhe shqiptare do të varroset në atë dhe.